Prefektura e Qarkut të Vlorës përkujtoi nëpërmjet një aktiviteti të zhvilluar këtë të premte Abedin Nepravishton, ish prefektin e Vlorës të vitet 1931-1933. Në fjalën e saj, prefektja e Qarkut të Vlorës Evis Allushi e cilësoi Nepravishton si personi i cili drejtoi idejësisht këtë institucion. Sipas Allushit, Abedin Nepravishta njihet për kontributin e çmuar për qytetin në idejmin e bulevardit të Vlorës. Prefektja e Vlorës tha se Nepravishta ka qenë prefekt në disa qytete duke punuar fort në transformimin e tyre. Sot jemi mbledhur në këtë ceremoni përkujtimore për të nderuar një nga figurat më të rëndësishme të administratës shqiptare dhe një personalitet që la gjurmë të pashlyera në historinë e Vlorës dhe të Shqipërisë, Abedin Nepravishton. Në historinë e qytetit tonë ka njerëz që jo vetëm kanë ushtruar detyrat e larta shtetërore, por që me vizionin, kulturën dhe përkushtimin e tyre kanë ndikuar drejt për drejt në formësimin e identitetit urban, institucional dhe kombëtar të Vlorës. Ai solli në Shqipëri frymën moderne të shtetformimit evropian. Në një kohë kur vendi ynë sapo kishte nisur rrugën e vështirë të ndërtimit të institucioneve, Abedin Nepravishta u vu në shërbim të shtetit shqiptar me përkushtim, integritet dhe vizion. Historiani dhe njëkohësisht drejtuesi i Muzeut Historik dhe Etnografik të Vlorës Skënder Spahiu relatoi një pjesë të historisë së ndritur të ish prefektit të Vlorës Abedin Nepravishta. Spahiu e cilësoi Nepravishton si figurë shumë dimensionale të palodhur, ai që bën pjesë në historinë e ndritur të qytetit tonë, por edhe të qyteteve ku punoi dhe dha kontributin e tij ndër vite. Në këtë formim ekselent, nisi karrierën si diplomuar në 1911 Abedin Nepravishta, në vitin 1911-1912, si atashe në vilajetin e Ninës, e nënprefekt i nënprefekturës së Përmetit në vitin 1912-1913. Ai u bën një smëtar në vitet së Flamit dhe Shpallës Pavarësisë në Përmet më 28 nëntor 1912, për të transferuar shumë shpejt nga qeveria shqiptare e kryesuar nga Ismail Qemali si nënprefekt në Lushnjë vitet 12-13, në Mallakastër në vitet 13-14. Në vitet 14-21, Abedin Nepravishta u mor me punët e tij me tregti, duke u njohur kështu në historinë e vendit tonë si nga pionerët e kapitalizmit shqiptar. Abedin Nepravishta u vlerësua nga historianët, personalitetet dhe familjarët të tij gjatë ceremonisë nderuese të figurës dhe kontributit të tij. Në më të trupit ta, ai drejtoi me dignitet, drejtoi me trimëri, drejtoi me kulturë dhe vendosi të gjitha pikëratat që kemi në sot në Vlorë, ka vendosur Abedin Nepravishta. Rrugën Vlorë-Skel, që quhet bulevardi Ismail Qemali. Bulevardi Ismail Qemali në kohën e Abedin Nepravishtit përpara nuk ka ekzistuar. Në emër të familjarët pranishëm, ju falenderojmë përzemërsisht për këtë ceremoninë e nderimit të gjyqit ton Abedin Nepravishta. Ai ka qenë i lidhur me qarkun e Vlorës me një përkatësi të shumëfisht historike. Së pare e ka lindur në fshatin Kuç të rrethit të Vlorës, si djali ish nënprefektit të atëhershëm të nënprefekturës së Sokoshme të Llambërisë, me qendër në Kuç, që përfshinte shumë fshatë të Llambërisë bashkë me ato të Imarës. Ai që do e lidhte përgjithësinë në historinë me Vlorën, ishte emërimi i tij në vitet 1931-33 në detyrën e prefektit të prefekturës së Vlorës. Por për një dukuri të rrallë për atë kohë, vetëm disa kohë më vonë, ai do të emëroi edhe sekretari i Bashkisë së Vlorës, detyrë që ai ushtroi paralelisht me atë të prefektit. Prefektja e Qarkut të Vlorës Evis Allushi i akordoi pas vdekjes ish prefektit të Vlorës zotit Abedin Nepravishta medaljen e mirënjohjes me motivacionin për kontributin e çmuar, për kushtimin e lartë qytetar dhe profesionalizmin e treguar në drejtimin e prefekturës së Qarkut. Të dorëzoj një certifikat mirënjohjeje. Certifikat mirënjohje jepet zotit Abedin Nepravishta pas vdekjes me motivacionin për kontributin e çmuar, për kushtimin e lartë qytetar dhe profesionalizmin e treguar në drejtimin dhe administrimin e prefekturës së Vlorës në pozicionin e prefektit në vitet 1931-1933 për vlerësimin e vizionit të tij shtetformues dhe një drejtuesi me prirje bashkëkohore për integritetin dhe rolin e rëndësishëm në mbështetje të zhvillimeve urbane dhe në modernizimin e administratës lokale, me respekt dhe mirënjohje për gjurmët e pashlyeshme në historinë administrative, urbane dhe shoqërore të qytetit të Vlorës. Shumë faleminderit zonja prefektit, shumë faleminderit dhe të gjithë ju vlonjante që ishit pranishëm sot në këtë ceremoni.
Abedin Nepravishta, krahas prefektit të Vlorës, ka qenë edhe kryetari i Bashkisë së Tiranës, Durrësit, por edhe prefekti i Elbasanit, si dhe nën punës karriere në qytete si Shkodër, Korçë, Berat dhe Gjirokastër.